Një grua 85 vjeçare është shpëtuar nga ndërhyrja e shpejtë e shërbimit zjarfikses në qytetin e Vlorës, pasi kishte mbetur e bllokuar brenda banesës së saj dhe nuk ishte në gjendje të lëvizte. Sipas informacioneve, e moshuara jetonte vetëm pasi kishte pësuar një rrezim brenda shtëpisë. Pas rënjesh, ajo nuk mundi të ngrihej dhe të hapte derën për të kërkuar ndihmë. Edhe pse kërkonte ndihmë nga brenda banesës, gjendja fizike nuk e lejonte të lëvizte apo të rrinte te dera e hyrjes. Situata u bë më e vështirë për shkak se dera e apartamentit ishte e blinduar. Kjo gjë bënte të pamundur hapjen e saj nga jashtë pa ndërhyrje profesionale. Pas një lëvizimi të rastit, në vendngjarje mbritën menjëherë punojësit e shërbimit të zjarfikses, të cilët nisën operacionin e shpëtimit për të hyrë në banesë dhe për të japur ndihmë të moshuarës. Duke qenë se hyrja në derën kryesore ishte e pamundur, zjarfiksit u detyruan të ndërhyjnë në pjesën e pasme të godinës. Ata u ngjitën në terracën e pallatit, për janë nga zbritën pajisjet e sigurisë drejt balkonit të apartamentit ku jetonte e moshuara 85 vjeçare. Pas arritjes në balkon, ata mundën të hapnin derën e brendshme dhe të hynin në banesë. Brenda apartamentit, ekipet e emergjencës gjetën të moshuarën të shtrirë dysheme në gjendje të pamundur për të ngritur. Zjarfiksit i dhanë menjëherë ndihmën e parë dhe njoftuan shërbimin mjekësor për transportimin e saj deri spitalit dhe kontrollet e mëtejshme. Pas stabilizimit të gjendjes së 85 vjeçares, u transportuan në urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor. Raste të tilla po bëhen gjithnjë dhe më të shpeshta në shumë qytete të vendit dhe lidhen me fenomenin e të moshuarve që jetojnë vetëm. Emigracioni familjarëve, plagja e popullsisë kanë bërë që shumë persona në moshën e tretë të mbeten të vetmuar në banesat e tyre. Në situata të tilla, një incident i vogël, një rrezim në shtëpi, mund të kthehet në një rrezik serioz për jetën, nëse personi nuk ka mundësi të kërkojë ndihmë, ndërkaq rastet e rrezimit në shtëpi janë një ndër shkaqjet më të shpeshta të emergjencës tek të moshuarit. Për këtë arsye, institucionet dhe shërbimet sociale duhet të bëjnë më shumë, por nga ana tjetër dhe familjarët duhet të mbajnë kontakte të rregulla me të afërmit e të moshuarit që jetojnë vetëm. Rasti më i fundit rikthen në vëmendje rëndësinë e reagimit të shpejtë të shërbimeve të emergjencës, por dhe një nevojë për kujdes, mbështetje ndaj të moshuarve që jetojnë vetëm.